Ky obligim vlen vetëm për 53 parti politike që aktualisht janë pjesë e regjistrit të partive politike në Kosovë. Partitë politike të cilat janë të regjistruara dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n. Të gjitha partitë politike të regjistruara në Kosovë janë të obliguara që në një afat prej 7 ditësh, pra nga 1 maj deri më 7 maj, të njoftojnë KQZ-n për pjesëmarrje ose mos pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Ky obligim vlen vetëm për 53 parti politike që aktualisht janë pjesë e regjistrit të partive politike në Kosovë, pra jo edhe për subjektet politike që duan të marrin pjesë në zgjedhje si nisma qytetare apo kandidat të pavarur. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike të cilat janë të regjistruara dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n, respektivisht zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, se duan të marrin pjesë në këto zgjedhje në këtë mënyrë. Afati i fundit për ta bërë këtë njoftim është data 7 maj. Koalicioni mund të ndërtohet nga së paku 2 parti politike dhe sipas ligjit, partia politike nuk mund të tërhiqet nga koalicioni pasi të jetë certifikuar derisa rezultati i zgjedhjeve të certifikohet nga ana e KQZ-s. Gjithashtu, partia politike e cila është anëtare e koalicionit nuk mund të marrë pjesë si anëtare në një koalicion tjetër apo edhe si parti e veçantë në të njëjtat zgjedhje.